Okej, mirë, ndërkohë zoti Salla besoj që atyre ditëve ose që kur ju në fakt ju është besuar edhe kjo detyrë shumë e rëndësishme keni pasur në terren shikoni dhe problematikat e këtij sektori, e cila në fillim një ndër sektorët më të rëndësishëm, por pa diskutim që shifrat vazhdimisht kanë treguar për një rënje qoftë bujqësia apo të blegtoria, kjo ndoshta për shkak të shumë arsyeve apo jo. Strategjia juaj, që besoj është afatgjatë, a besoni që do ja kthej fytyrën bujqësisë shumë shpejt aty ku duhet në vendin tonë për të kthyer një sektor që gjeneron vërtet të ardhura dhe do ndihmojë në ekonominë e Shqipërisë, si një sektor që lidhet dhe me turizmin? Bujqësia patjetër që është lidhur me turizmin dhe është një nga sektorët cilët ne jemi duke e zhvilluar edhe me kapacitete të tjera në investime si që përmenda në bashkitë, por edhe në bordet e tullimit, apo me bankën botërore, në laboratorë, sigurinë ushqimore, në pikët kufitare, po ashtu edhe ekonomia është një nga sektorët që ne këtë vit me skemën kombëtare kemi mbështetur një masë më të madhe, mund të themi që është një nga skemat të cilat blegtoria është në fokusin tonë në skemën kombëtare, në mënyrë që ne të ndihmojmë blegtorët, të jemi prantyre edhe në format të ndryshme të aplikimeve, qoftë në tankera, të cilët janë për sigurinë ushqimore, qoftë në rritjen e sasisë së buxhetit cili ata kanë, qoftë për krerë të inta, qoftë edhe aty në gjithë që janë gjithashtu në rritjen e buxhetit. Por edhe uljen e pragut të përfituesve, të cilët kanë qenë nga 50 krerë për